Skënderi mrastorit, Skënderi i shqiptarisë, plumbi se friksoi trimin e lirisë, nga mërgimi erdhi shpres plot që Shqipëria e madhe troj për jetë e madhe. Krusha heroike që se një dorëzimin ja foli kësaj toke djalin më të mirë fitimin, si pa trembur ishte në lule të rinis, e shkroi historinë me plagët e lirisë. Kjo datë e shënuar 21 janari, do t'ju kujtojmë për herë Xhavit Elçani e Mustafa Bajraktari. Lufta juaj e drejt ishte luftë çlirimtare, do t'ju nderoj gjithmonë me krenari më të madhe. Lavdi! Sapniq, Fortesë, Zerze. E tash të bimit, pas të bimit, ftoftasht, të ndalemi të kafiteria Oda, të nipët në Fortesë, Ballacakët, familjen e dëshmorit, Krëshnik Popaj. Këto është pllaka epopeja e Fortesës, ku është dëshmor Gani Paqarizi, Tafil Zibire dhe Agim Kelmendi. Para dhe dite ka pas vërshime me 6 janar, kjo rrugë ka qenë gjitha me ujë. Tash arritëm të vendi në Nodë, më thonë kafiteria Nodë. Kjo ka qenë Nodë e ka bo lokal, pasi tash Odët nuk po ka më njerëz me najtë gjatë dimnit e përshëndetje një bosh. Ku je mali? Qështë ka mali? Hajde, inshallah e këzoni e shkon marë. Tash bashkë me familjarët dëshmore, veprimtare, kush ka qenë të bim. Hajde Bukurosha. Restoranti. Tu edhe zjarri ndezët. Valloja si hera. Ku marrë kjo otë ka qenë, edhe u shëndru në lokal. S'ka më njerëz në për oda. Hajde pasaj Suf, u pafshimet mira. Kryetar, u pafshimet mira.